Nesër në 18 komuna të Kosovës në mesin e tyre edhe në Gjakov do të votohet për zgjedhjet e kryetarit të komunës. Nga zyra komunale zgjedhjeve thonë se në komunën e Gjakovës të drejt vote ka 121.821 votues, të cilët do të mund të votojnë në 37 qendra të votimit në 147 vend votime. Nga kjo zyrë bëjnë të ditur se janë bërë të gjitha përgatitjet që dita nesërme të zhvillohet sipas planifikimeve konform përgjithësive që ka zyra komunale zgjedhjeve. Gjatë ditës së sotme është bërë shpërndarja materialeve jo sensitive, ndërkaq nesër nga ora 4:30 në mëngjes do të fillojë shpërndarja materialeve sensitive. Të angazhuar nesër në komunën e Gjakovës në zgjedhje janë 820 komisioner, të cilët janë trajnuar për kryerjen e punës me përgjithësi. Ndërkohë, kur vetëm edhe pak orë ndajnë nga hapja vendvotimeve, disa nga qytetarët e komunës së Gjakovës kanë shprehur opinionin e tyre në lidhje me shfrytëzimin e të drejtës së tyre për të votuar. Është obligimi gjithsecilit të del dhe të votoj dhe të votoj ato që ja mërmeni që është më miri. Për onë këtë rast pasi që jem Gjakov, menoj që duhet të zgjedhin dhe të votojnë për kryetarin që i udhëheq për 4 vite të ardhshme, për ato që menojnë që i përfaqëson më së miri dhe i shërben qytetarit më së miri, sepse pozita e kryetarit është veç shërbim ndaj qytetarëve dhe jo asgjë më tepër. Le të fitoj ai që më i miri. Ju kisha lutur me dalë gjithë për mu bo ma mirë, edhe le të fitoj kush është me i miri. Në Gjakov, në garë nesër me 9 nëntor janë Ardian Gjini nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Ardian Gola nga Lëvizja Vetëvendosje, të cilët në zgjedhjet e 12 tetorit nuk arritën të marrin një përqindje të mjaftueshme për ta udhëhequr qytetin. Ndërkohë gjatë fushatës zgjedhore në raundin e dytë të zgjedhjeve, e cila ishte në kozgjatje prej 7 ditësh, të dy subjektët politike kanë mbajtur takime elektorale për të rinjoftuar opinionin për projektet e tyre. Kujtojmë se në zgjedhjet e 12 tetorit në komunën e Gjakovës kanë votuar 40.405 qytetarë ose 33.18%.